normal që të qëmë lartë. Total. Dhe vasë mos i që vendë të zëllëja. Po, pra. Të vendë të qëmë. Mund e ta këshim vazhduar për parë, se këshia audiencë shumë të madhe, më thonë. Po tani iku, tani jemi vonë, shënë si ka. Këtu jemi, të martë më kur të premte. Mjafton që ju jeni me neve po kënaqeni. Bëni diferencë tani, e kuptoni? E kuptoni emisionet e lumit nga emisionet jo lum. Arrini ta kuptoni. Me ty e kam. E kuptove? Në Fiat Perit është. Po ti e dallon. Tu është. Trump blokon sulmin izraelit nga Iranit, lufta për paqe. O kullatin, që po bën këtë Trumpit? Dy janë hipotezat. Ose ky e ka ndarë mendje vërtet dhe do të bëj paqe. Paqe jo, po një marrëveshje me Iranin. Dhe në një farë mënyrë, pse jo? Mund të niset nga ideja që, pse mos e ketë dhe Irani bombë bërthamore, pse mos e ketë dhe Arabia Saudite, po ta kenë sigurisht që paqe bën ajo, prodhon. Le tani arma bërthamore ka prodhuar paqe. Pa nuk mund t'i bie shteti se do hash dhe vetë. Dhe në këtë rast, në një farë mënyrë krijohet një tjetër perspektivë e marrëdhënieve. Izraeli sigurisht është kundër, sepse Irani ka deklaruar disa herë që do ta fshi nga faqja e dheut gjithë Izraelin. Atëherë si bëhet kjo punë? Trumpi është duke bërë bluff, e ka seriozisht, si ta kuptojmë të gjë, kulla, me fjalë të thjeshta dhe tregon sikur të jetë një prallë për kalamaj. Shumë e thjeshtë. Ma thuaj. Presidenti Trump në mandatin e parë, kur miku i Mike Pompeo ishte sekretar shteti, sa pëlqen kjo miku i Mike Pompeo, po si u zhduka i Mike më bus. Prishi marrëveshjen me Iranin, cilën e kishte firmosur administrata Obama. Bile shkoj goditi dhe atë generalin e madh iranian që ishte ai, që goditi në Siri ku ishte. U pranë në Bagdad. Në Bagdad, në Irak. U nis nga Damasku me avion. Që e goditi kështu dhe edhe e quajtu si Qasem Sulemani, shefin e erojve e Kardës. Trumpi 45, Trumpi parë do thënë, ishte kundër Iranit. Për jo, po ta shpjegoj. Okej, dakor. Se e bëri Trumpi këtë gjë? Sepse në marrëveshjen e parë, vërtet ishte parapar për ndalimi i prodhimit të armës bërthamore dhe përdorimi i energjisë bërthamore vetëm për energji, por nuk ishte parapar ndalimi i prodhimit të raketave. Gjë që në luftën e vjeçme ne pam mes Izraelit edhe Palestinës, që Irani ka ndërtuar një sistem raketor të frikshëm dhe ka një industri kimike të frikshme. Dhe përgjigja që i dha Trumpi ishte vendosje sanksioneve të jashtëzakonshme bashkë me perëndimin ndaj Iranit. Po flet për Trumpi 45 tani ti. Gjë që ndikoi, pra u pasua dhe nga administrata Biden, gjë që ndikoi në një krizë ekonomike shumë të madhe brenda Iranit, e pasuar dhe me ato demonstratat se të kujtohet jo për këto femrat në rrugë etj. Vdekja e presidentit ka qenë një periudhë kështu tranzicionit. Tani Trumpi që ka hapur një dialog me rusët i kanë thënë që është mirë që të merresh vesh edhe me Iranin në mënyrë që Irani të jepet një rrugdalje që të mos shkojë tek Kina. Sepse në momentin që Irani nuk e shet dot gazin dhe naftën në perëndim për shkak të sanksioneve, është i detyruar që të bëjë gazsjellsin dhe naftsjellin që e lidh me Kinën dhe të kalojë nga Afganistani. Duke qenë që amerikanët në administratën Biden u tërhoqën nga Afganistani, Trumpi dhe republikanët kanë fokus kryesor Kinën dhe duan që të ndërpresin me çfarëdo lloj mënyre dhe marrëdhënie lidhjen toksore mes Kinës dhe Iranit për shkak të burimeve energjetike, sepse është lufta e madhe që kemi shpjeguar herë tjetër. Tani vim në këto kushte kur vim te Trumpi 47 tani. Pra te Trumpi 2. Tani Arabia Saudite, që është aleati kryesor i Trumpit në botën arabe, para 2 vjetësh është ulur me Iranin, kanë bërë një marrëveshje e cila është imponuar dhe është negociuar nga Kina. Dhe Arabia Saudite e bën këtë gjë duke thënë, jo, ne jemi për gazën, duam shtetin e Palestinës, bla, po në fakt kërkon armë bërthamore. Tani, Trumpi çfarë kërkon të bëjë? Izraeli është totalisht kundra dhe do të bëjë atë që ka bërë me Sadamin, që çojë avionët dhe të bombardojë sitet bërthamore të Iranit. Tani Trumpi çfarë kërkon? Kërkon që të kthej marrëveshjen e 2017. Trumpit parë? Pra Trumpit
parë, pra marrëveshja e Obamës, që Irani të mos prodhojë armët bërthamore, të pranoj vëzhguesit e agjencisë të Vjenës për energjinë bërthamore, dhe të ndaloj prodhimin e raketave, se këtu problemi nuk është vetëm i armës bërthamore, këtu është edhe i raketave. Pra, në afat strategjik... Kjo hartë e jenus? Po, shumë e bukur. Hartë, në afat strategjik, Trumpi kërkon të shmang një luft duke marrë një fitore në tavolin, por ndërkohë ka bërë të qartë një gjë. Dhe këtu është detaj, që nëse Irani do t'i shmanget marrëveshjes me Amerikën, pas mos marrëveshjes ka luft. Dhe ku do filloj lufta? Direkt në Jemen, sepse ato raketa që nisen nga Jemeni drejt Izraelit, ato të Iranit janë. Të Huthët? Po, direkt të Huthët. Dhe bombardime direkt në Iran. Pra, jemi në udhkryq. Trumpi ka gjetur një strategji, duke qenë që nuk do të humbë aleancën që po krijon afatgjat me Rusin për të ndarë Kinën nga Rusia, dhe do t'i heqë mundësinë që Kina të ketë lidhjen toksore energjetike me Iranin për ekonominë e vetë, pra po mundohet ta bëj këtë nëpërmjet një marrëveshje. Por marrëveshja ama po i qëndron mbi kokë Iranit që tani o do merrni këtë marrëveshje, e cila është marrëveshja më e mirë e mundshme, ose pastaj do hyjmë në luftë. Dhe në hyjmë në luftë, domethënë Izraeli do e godasi, dhe ne do e mbështesim. Po kjo është. Kur në kupton Izraeli, nuk kupton Amerikë. Trumpi dhe je shumë i qartë. Tani, un kam dy gjëra para se ta mbyllim. Patjetër. Një e para, sa gjasa ka që kjo marrëveshje mos ndodhi, pra që iranianët mos e mbajnë fjalën. Ata duan patjetër ta kenë bombë bërthamore kullantari, le ta themi apo jo. Do varet shumë nga Kina. Dhe nga Rusia. Rregull, pra, Rusia nuk është kundër që ta ketë Irani bombë bërthamore apo jo? Jo, Rusia është kundër, se Rusia po të kishte dashja kishte dhënë bombën bërthamore. Është kundër Rusia, thua ti. Të gjithë vendet që kanë bombë bërthamore, janë një klub i mbyllur. Dhe Rusia ka pushtetin që ka mbi Iranin, përsa ko Rusia ka bombën bërthamore dhe jep Iranit atë që Irani s'ka. Por persët janë popullsi shumë e vjetër se sa rusët. Sigurisht. Qofse pavarësohen dhe bëhen bërthamore, gjërat mund ndryshojnë. Dhe pra ti thua vetë Putini është i parë interesuar që Irani mos e ketë bombë bërthamore. Dhe ky është shpjegimi im. Dhe rusët kanë interes që Kina të varet vetëm nga energjia ruse, të mos krijojë një energji alternative që mund të vijë nga Irani. Pra, rusët kanë interes që Kina të varet nga gazi rus dhe nga nafta ruse. Në dy dimensione. Të vijë dhe nga Kazakistani, por po erdhi nga Irani. Dhe Trumpi vetë thua ti nuk ka interes që Irani ta ketë. Trumpi ka, sigurisht që s'ka interes, as Trumpi, as Arabia Saudite. A mund të ndalojnë, kanë mund të ndalojnë kulla? Nëpërmjet kërcënimit që do të shkatrojmë, dhe nëpërmjet sanksioneve, dhe nëpërmjet pazarit. Është lojka që po përmend Netanyahu, Netanyahu iku i shqetësuar, iku i mërzitur nga Trumpi kësaj radhe që ishte. Po sigurisht që është i shqetësuar. Është vërtet apo është lojë thotë? Është i shqetësuar. Mos bëj polici keq, mos bëj këtë lojën polici keq kulla. Deri diku po, është i shqetësuar sepse Netanyahu ka frikë se bëhet një marrëveshje, ai ka qenë dhe kundër marrëveshjes që bëri Obama atëherë, por në njëjtën kohë nuk ka luksin ta humbë aleatin më të madh që ka Amerikën, sepse kur u bë lufta vjet, sistemet amerikane u vendosën në Izrael. Dhe fundit fare, Izraeli nëse marrëveshja bëhet dhe Trumpi pra bie dakord me Iranin. Izraeli vetë çdo bëj do nënshtrohet apo do ta godasin? Nuk e godet Izraeli pa marrëveshje me Amerikën. Nuk bëhet fjalë. Jo, s'bëhet. Për mungesë fuqie thua ti apo për arsye tjera? Jo, për arsye politike, arsye fuqie, arsye shumë të mëdha se aq. Por Izraeli do ndjek Trumpin në çështjen e marrëveshjes me arabët. Pra nëse do të ristabilizohen ato marrëveshjet për njojën e shtetit Izraelit nga arabët, atëherë ki parasysh që Irani është dobësuar shumë vitin e fundit në linjën e mesme, sidomos pas rënies së Sirisë, por edhe pas ngjarjeve që ndodhen në Liban. Libani po rikthehet në një shtet pro-amerikan dhe Siria është kthyer në një zgjatim të Turqisë dhe të Arabisë Saudite, nuk kuptoj këtu dhe të Amerikës. Kështu që edhe Iranit vetë nuk se intereson më shumë se ai. Tash ngelet çështja ç'do ndodh me Irakun edhe me Kurdistanin. Kështu që mendoj që iranianët kanë interes të gjejnë një marrëveshje. Por nëse s'ka marrëveshje, sepse kinezët do t'i premtojnë Iranit shumë se aq, atëherë do ketë luftë. Tu çështja ç'do bëjnë kinezët. Le ti thua kjo gjë merret vesh brenda vitit. Kjo gjë merret vesh për 2-3 muaj. Deri në pranverë. Deri në fund pranverës. Deri në fund pranverës. Tani pra fillim verës, po punë 2 muajsh.
Sepse Do kemi lajme, do më thënë kulla. kjo gjë do bashkëqoqërohet edhe çfarë do ndodhi me të shquarturën armëpushim të mundshëm apo të pamundshëm në Ukrainë. Të thash që Rusia e përdor Iranin për sa kohë shef Iranin në funksion të politikës vet. Qartë. Pra se jemi brenda BRICS-it. Por në momentin që Irani mund të krijojë kanalin e furnizimit për ekonominë kineze, atëherë ndryshojnë letrat, ndryshojnë gjërat, sepse kjo gjë e pavarëson ekonominë kineze nga Rusia. Dhe duke patur parasysh që Rusia është e gjitha 135 milion banor, pra shumë pak, në vendin në shtetin më të madh në botë, pra gjithë Azia është Rusi dhe ajo pjesa e Evropës. Dhe Kina ka 1,5 miliard njerëz, kërcënimi real për Rusin kthehet Kina pastaj, nuk është Amerika. Nëse Arabia Saudite thua ti mund të përfitojë, mund ta ketë bombën bërthamore, kush është kundër? Unë mendoj që Arabia Saudite shumë shpejt do ta ketë bombën bërthamore. Se nuk ka as i parë që është kundër? Jo, është Izraeli kundër, është dhe Irani kundër, por do t'i duhet Amerikës si aleat në rajon, sepse Trumpi ka vendosur të tërheqë trupat mos i mbajnë nëpër botë, pra duhet krijoj ushtri proxy aleat që të bëjnë punën e tij. Dhe ti thua kur them bërthamore, do të thënë t'ia lëj butonin ta ketë ky MC. Po Bin Selmani? Bin Selmani, po. Po, por me teknologji amerikane. Qartë. Ora është 23:18 minuta. Sot folëm për vdekjen e papës, kush do jetë papa i ri, pse ka krijuar të trashëgimi kaq komplekse dhe me shumë drejtësie papa që iku, si do bëhet varimi, kur fillon votimi, e të gjitha këto. Folën dhe për Iranin, Izraelin. Pritet kemi lajme deri në fund të majit. Kur s'ke dëgjuar që mund të bombardohet Vatikani me bombë bërthamore për shembull. Për shembull. Për shembull, kupton. Me kemi teoritë konspirative, pra kjo është vetëm gjë që s'është hedhur as në teoritë konspirative ndonjëherë. Dikush ka thënë njeri i mençur, les voies du Seigneur sont impénétrables. Përktheja. Rrugët e Zotit janë të papenetrueshme. Edhe pafund. Pafund dhe të papenetrueshme. Po. Ja për shembull, kur një qen rrugë pa pritur, ti e shef që pret së bashku me humanët, të hapet semafori e shit për kaluar vijat e bardha. Që herë parë vjen në mendje është thua ti që të jetojnë në atë vend vëlla. Diçka ka në atë vend që të qeni rrugës, qen pa Zot. Pret vijat e